Zoti Kume, nëse do flisnim për skenar, cili nga tre prej tyre është më i përshtatshëm për reformën territoriale? Përshëndetje. Së pari e vlerësoj gjithë gamën e problemeve që ju mendoni dhe ne do të përpiqemi që të na trajtojmë së bashku, sepse nëse i referohemi zhvillimeve aktuale, do përbëjnë edhe problematikën më kryesore, mënyra zgjidhje të cilës ka efekte të dukshme, atë se si në çfarë mënyre ne do të qeverisemi, edhe se si në çfarë kushte do të jetojmë, duke shpresuar që të kemi si rezultati asaj çka do bëhet në fazën e reformave, kushte më të mira për një jetesë më të mirë në vendin tonë. Jemi në kushte kur është marrë përsipër dhe ka filluar dhe puna për të realizuar dy reforma shumë të rëndësishme, të cilat edhe janë të lidhura me njëra tjetrën, veçanërisht për efektet që ato sjellin pastaj në qeverisjen e vendit, siç është reforma territoriale administrative, përndarjen territoriale administrative dhe reforma për legjislacionin zgjedhor. Të dyja këto pastaj kanë dhe një bashkëngjitur, një proces tjetër legjislativ që sapo ka nisur për të realizuar, shohim se sa dhe si do të realizohet, dhe që është plotësimi i detyrimit që klasa politike ka ngarkuar vetes saj që 13 vjet përpara, që është hartimi i një ligji të veçantë për referendum. I marrim një nga një të tre këto momente shumë të rëndësishme që unë sapo listova. Ndërmarrja dhe realizimi i reformës, objekti i cilës është ndarja territoriale administrative e vendit, për mendimin tim kështu siç është, kam shuar se po trajtohet duke patur parasysh objektin e saj, para rezultati kryesor që pritet të realizohet përzimi i një harte, që pas cilit do të bëhet organizimi i pushtetit vendor në vendin tonë, unë e konsideroj pjesë gjysmake dhe që nuk do të ketë, nëse do mbetet deri në këtë nivel, nuk do të ketë efektet që ne synojmë dhe të shohim të gjithë. Sepse, për mendimin tim është e domosdoshme që krahas punës për të hartuar legjislacionin në zbatim të cilit do të ndahet territori i Shqipërisë në njësitë vendore, pra për funksionimin e pushtetit dytë kryesor në vendin tonë që është pushteti vendor, është e domosdoshme që krahas asaj dhe bashkë me të ndërtohet edhe legjislacioni përkatës, pra të bëhet dhe reforma legjislative, e cila do të tregojë se si duhet të funksionojë ky pushtet. Pra, nëse do të mbetemi vetëm tek harta, nuk do të kemi të rezultat që ne presim të gjithë, por e gjitha kjo nëse mbetet deri këtu, duhet të kuptohet mirë nga kushdo se para pasaj nuk ka mirakull atyre që do të realizojnë të reformë për të bërë, për të ndërtuar kushte më të mira, më funksionale, më efektive për komunitetet, por dëshirojnë e çduket të realizojnë në rrugën më të mirë të mundshme interesat zgjedhore të tyre, të cilat kushtëzohen në rast e zgjedhjeve për organet e qeverisjes vendore, në mënyrë esenciale nga harta, në mënyra se si ndahet vendi në njësi zgjedhore. Thënë kjo, nëse i referojmë kësaj të parës për si është duke u punuar,
nga Komisioni Parlamentar i Reformës Zgjedhore. E jo çka shitet është mosdakordësia midis varianteve që mund të trajtohen në zgjidhjen e këtij problemi, midis mazhorancës nga një anë dhe opozitës nga ana tjetër. Për mua ky nuk është problem. Shkurtim. Përkundrazi, është një situatë e dëshirueshme, sepse ajo që duhet të bëhet për të realizuar synimin, për të realizuar një ndarje vere territoriale administrative të vendit, ushtrimin sipas saj të pushtetit vendor, është e domosdoshme që e gjitha të kalojnë përjetër një proces i shumë. Debati, shkëmbimi mendimesh, opinionesh të ndryshme, ardhur ato nga palët politike po e poshtë në rëndësishme, nga mazhoranca dhe nga opozita, por jo vetëm, edhe nga të tjerë aktorë të cilët kanë se të japin, kanë se shtoton se rezultat i përvoja dhe njohurive që ata kanë lidhur me këtë problem. Dhe këtu kanë parasysh në mënyrë të veçantë dy aktorë shumë të rëndësishëm që janë organet e zgjedhura aktuale ose që kanë ushtruar të detyrën e të zgjedhur vendor dhe pastaj pjesa tjetër që janë stafet akademike në universitetet në ndryshme të vendit, të cilët kanë objekt të punës së tyre, probleme që lidhen me legjislacionin, me administrimin, me problemet sociale, të zhvillimit ekonomik e kështu me radhë. Nëse kjo realizohet me këtë lloj pjesëmarrje, mundësitë për të gjetur një zgjidhje më të mirë, më efektive se sa kjo që kemi realizuar siç dihet nëpërmjet reformës zgjedhore të bërë në vitin 2014-2015 dhe vetëm kryesisht nga mazhoranca, nga kjo mazhorancë, pa pjesëmarrjen e opozitës, do të ishte vërtet një arritje e cila do të krijojë kushte shumë të mira për më mirë funksionimin e këtij pushteti shumë të rëndësishëm. Unë mund të shpreh edhe mendimin tim se çfarë do doja unë ose çfarë mund të propozoja unë që të ishte pjesë e diskutimit në tavolinat në cilë do shkëmbejnë mendime mbi dhe për variantet të ndryshme si mund të ndahet vendi në një sipër vendore për të administruar në mënyrë sa më efektive në kuptimin e mundësive më të mëdha që do të ketë pushteti vendor për të përgjigjur kërkesave dhe nevojave të komuniteteve që lokale që ai do të qeverisë. Janë dy variante. Njëri variant ka qenë është rezultati i një teme doktorature të zhvilluar sa vite përpara në Universitetin e Durrësit, ku kam patur rastin që ato studentët doktorature ta udhëheqin. Dhe tema ka qenë ndarja në thelb të rezultatit të marrë nga kjo temë doktorature ka qenë ndarja e vendit për efekte të ushtrimit të pushtetit vendor në 7 njësi të mëdha ose 7 qarqe, të cilat ishin të ndërtuara si të tilla duke ju referuar 7 rrjedhave, pra 7 lumejve kryesore, luginave kryesore të vendit. Studimi ka qenë i thellë, ka qenë një tashë, pra ka qenë një studim shkencor në nivel doktorature e mbrojtur me sukses dhe që s'ka pse mos të konsiderohet ajo çka në mos varianti, numri kaq rruga që është ndjekur për të arritur atë numër dhe mbylljen e arsyetimit. Varianti tjetër do të ishte ai që unë kam propozuar emër të edhe të kolegëve të mi, padë punëve që kemi bërë së bashku, ndarja e Shqipërisë në 4 rajone zgjedhore. Ne aktualisht kemi të ndarë, e kemi të përdorur të mënyrë ndarje të pushtetit vendor në plotësim të asaj çka është parashikuar fiksuar në ligjin e miratuar në 2019 për kohezion social dhe zhvillimin rajonal. Është ndarë Shqipëria në 4 rajone dhe arsyeja pse ishte në 4 rajone është mirë e justifikuar në relacionet që bashkëngjitën shpiq dhe praktikisht jemi duke e zhvilluar këtë aktivitetin në kuadër të dhe sipas kësaj lloj ndarje. Pra është një shembull që duhet edhe ky të konsiderohet në tavolinë. Pas kësaj, problemi që për mua do të hasim më shumë kundërshti ose
ose do të ketë një diskutim më kundërshtues, më të zgjatë në disë palëve, do të jetë ndarja në nivelin e parë të pushtetit vendor, pra në nivelin e bashkive ose të komunave, siç sot edhe në kushtet parashikohet që ekzistojnë këto tre nivele, pra qarku, komuna dhe bashkia. Këtu, siç dihet tashmë, majoranca është për numrin më të vogël se sa 61 që kemi në sot bashkitë të vendit, kurse opozita është për një numër më të madh. Për mua unë s'kam se të hyj në lojën e numrave. Duhet kaq, duhet 30, duhet 31, 36, 90 apo më shumë. Por shumë e rëndësishme është mbahet parasysh një moment dhe të përpiqemi të gjejmë zgjidhje nëpërmjet ndarjes territoriale administrative për ta zbutur efektin negativ që ka prodhuar ky faktor i cili ka vjetë edhe vjetë ose gjatë gjithë këtyre 30 vjetë e ka kryer shoqërinë tonë, e cili është faktori i depopullimit të zonave rurale, veçanërisht të zonave podrinore dhe malore të vendit. Ne kemi të domosdoshme për mua, nëse duam vërtet që të funksionojmë si një shoqëri efektive, që të angazhohemi me të gjitha rrugët, instrumentat dhe mënyrat për ta çbërë këtë efekt negativ, të produkt negativ që kemi realizuar të gjithë së bashku gjatë këtyre 30 vjetëve të tranzicionit, të fillojmë procesin e popullimit të zonave podrinore dhe malore dhe nuk bëhet ndryshe, por ose mund të përdoret si instrumente si rrugë midis të tjera edhe dhënia e mundësive të komuniteteve sado të vogla që janë ato për të vetë qeverisur me të zgjedhjet e tyre. Pra le të mendohet ndarja edhe në funksion të kësaj gjëje, e cila natyrisht mund të kundërshtohet me një argument të thjeshtë, që të çarmatos në një farë mënyrë me faktin që mirë ndërtojnë apo njësi vendore në zonat podrinore dhe malore të vendit, të cilat pothuajse janë depopulluar, s'kanë më njerëz, po edhe pushteti vendor s'do ketë mundësi ta ushtrojë detyrën e tij sepse s'ka fuqi njerëzore, s'ka njerëz, s'ka specialistë. Apo kështu është. Mund të ndërtosh një komunë dhe mos kesh njerëz për ta administruar punën e asaj komune ose bashkie rurale, por për ta arritur atë qëllim që u thash, kthrimin e popullatës në zonat rurale, podrinore dhe malore, ta bëjmë me kosto e cila do të paguhet nga gjithë shoqëria dhe jo vetëm nga komuniteti, përkatës i cili do të organizohet dhe do të qeveriset në këtë mënyrë si unë po them. Pra, është shumë komplekse gjëja dhe kërkon që të shikohet jo vetëm me atë se çfarë do të ketë si rezultate afat mesme, por afat gjata, dhe rezultatet afat gjata janë ato rezultate që mund të arrijnë pas 20-30 vjetë për të shpërë atë që është bërë keq gjatë këtyre 30 vjetëve që kemi kaluar. Kurse në aspekt e vetë qeverisjes, pastaj pra legjislacioni që duhet patjetër të rregullohet, ndimi tim, është që rajonet, se mund të jenë 4 rajonet, dhe duke qenë 4 rajone në kryen pushe shumë të mira për të marrë projekte, për marrë mbështetje dhe nga BE-ja, e cila punon sipas kësaj logjikës së efikasitetit të vetë qeverisjes në nivelet e rajoneve, e ndarë Shqipëria në 4 rajone, unë do thosha që duhet të shoqërohet po ashtu edhe në ndërtimin e strukturave vetë qeverisje përfaqësuese. Në këtë do të them që 4 rajone duhet të vetë qeverisje me mini parlamentet e tyre, për zgjedhje nda rajone dhe jo siç vetë qeverisja sot qarqet me këshillat e qarqeve që janë produkt i këshillave bashkiake, jo, por komunitetet përkatëse, anëtarët të një rajoni të votojnë dhe të zgjedhin me votë atyre direkt, ato të zgjedhin përfaqësuesin që do të jenë ata si vetëm legislativi i rajonit. Natyrisht, po shumë e nevojshme që të harmonizohet legislacioni sipas cilit do të zhvillojë aktiviteti organi i zgjedhur në nivelin rajonal dhe në nivelin e njësisë vendore, pastaj dhe bashki, me legislacionin sipas të cilit vetë qeverisja të vendit në kuadër të
nga pushteti qendror. E këtu hapet një shteg shumë i madh që ja vlen të diskutohet dhe me domosdoshmëri duhet të diskutohet dhe të merret një mendim. Në çfarë rrugë do të ecim? Do të ecim në rrugën e decentralizimit të pushtetit qendror apo do të ecim në rrugë ndryshe nga decentralizimi, në të cilin ne gjatë gjithë kësaj periudhe nga 2015 e këtej kemi ecur jo pak, është rruga e dekoncentrimit. Po t'i referohemi asaj çka vjen nga BE-ja, nga vendet e BE-s, për fjalë e qeverisjes dhe vetë qeverisjes së pushtetit, të dytë pushtetit qendror është arrini i decentralizimit dhe autonomisë financiare. Po që se i referohemi në mënyrën se si është ndërtuar deri sot dhe ngadalë po merr forma rrere më të dukshme, marrëdhënia midis pushtetit qendror tek ne dhe pushtetit lokal, shohim që prevalon arrini i dekoncentrimit. Është pushtet vendor, pushteti qendror, i cili merr përsipër gjithë problemet më kryesore të komuniteteve në bashki, pra në njësitë vendore, siç janë problemet e punësimit, problemet e arsimimit, problemet e shëndetësisë, problemet e pronave e hipotekave kështu me radhë, për të cilat janë ndërtuar drejtoritë rajonale ose agjencitë rajonale, të cilat varen direkt nga pushteti qendror. Ja vlen patjetër është domosdoshme që në bazë të kësaj pune të nisur nga Kuvendi i Shqipërisë për ndarjen territoriale të vendit të realizohet dhe të mund të ndërtohen rregulla më të mira se sa këto që kemi efektive ligjore për funksionimin e pushtetit qendror në vendin tonë. Reforma e dytë, nëse jeta po ta vazhdoj pastaj. Atëherë, reforma e dytë e rëndësishme është reforma për legjislacionin zgjedhor, e cila në të gjitha momentet ku trajtohen çështje që kanë të bëjnë me zgjedhjet lokale, interferon edhe me atë çka do të ketë rezultat reforma për ndarjen territoriale administrative të vendit. Kështu nëse vendi do të ndahet në 4 rajone dhe do të zbatohet ai reformi që u thash pak më parë, rajon do vetë qeverisë me mini parlamente, pra me këshillat e rajoneve të zgjedhura direkt nga komunitetet përkatëse, do duhet që kjo të reflektohet në kodin zgjedhor. Pra të ndërtohen, të vendosen në kodin zgjedhor dispozitat të cilat të bëjnë të mundshme realizimin e këtij procesi zgjedhor. Ana tjetër, është shumë e rëndësishme një moment i cili ka të bëjë me efektivitetet e punëve që mund të bëje në nivelin vendor dhe që kushtëzohet nga mënyra se si e trajton zgjedhjen e këshillave bashkiake. Kodin zgjedhor. Kodin zgjedhor, ne vetë kemi të përcaktuar atë që këshillat bashkiake zgjidhen në garën që bëjnë subjektet zgjedhore në lista të mbyllura kandidatësh. Atëherë, humbjet nëse do i konsideroni të tilla mes partive politike, për shembull nëse do kishim një dallim mes Partisë Socialiste dhe Demokratike, partitë më të mëdha. Jo, për sa i takon efekteve që ka ndarja territoriale administrative dhe gara elektorale të partive, dhe gjithmonë gara elektorale për organet e pushtetit qendror, se për organet për zgjedhjet për Kuvendin e Shqipërisë nuk ka asnjë ndikim ndarje territoriale administrative vendi, sepse zgjedhjet parlamentare, ndarja në njësi zgjedhore është objekt i kodit zgjedhor, pra përcaktohet në kodin zgjedhor dhe nuk varet fare nga ndarja territoriale administrative. Vetëm mund të konsiderohet, po jo të detyrohesh. Kështu që ndarja ndërtimi i hartës territoriale administrative natyrisht që është një ndër mënyra se si ndërtohet një ndër faktorët i cili ose favorizon ose defavorizon subjektin zgjedhor. Ndarja që kemi aktualisht sot neve e bën në 2015 ka favorizuar mazhorancën dhe ishte mazhoranca që e hartoi të ndarje e vendosi
të ndarje, sepse u la që ta bënte nga opozita si ta bënte ajo vetë, opozita ogjitor, nuk mori pjesë. Dhe natyrisht që kushdo, edhe tashti, tjetër që është e dukshme, fakti që kushdo që merr pjesë, nëse është subjekt politik elektoral, dhe merr pjesë në diskutimin dhe në procesin e vendimarrjes për ndërtimin e një harte territoriale administrative të vendit, do të këmbulli, do të kërkojë që harta tjetë e tillë që të shërbejë sa më shumë interesin vendarës zgjedhore të ardhshme të tij. Ka asnjë problem për mua. Por ajo që është shumë e rëndësishme është dhe i kësaj, ndaj dhe kjo duhet të jetë, gjitha duhet të jetë rezultat i atij produkti bashkëpunimi që unë u thash pak më përpara, dhe jo vetëm i partive politike, duhet të jetë një ndarje e cila më shumë se sa për interesat elektorale të partive që marrin pjesë në zgjedhje për organet e pushtetit vendor, të jetë për interesat e komuniteteve që do të jetojnë, do të administrohen sipas rregullave që përcaktohen në një farë mënyrë dhe kondicionohen në suksesin e tyre edhe nga ndarja territoriale e vendit, pra dhe nga shtrirja e komunës ose bashkisë në të cilën ata bëjnë pjesë. Pra, mos prisi sot që dikush i ta bëjë dhe thotë që unë e bëra pa patur nga partitë politike, pa patur parasysh interesin tim. Por prisi, kërkoni dhe këmbulni që e gjitha kjo të bëhet, duke marrë pjesë në të, edhe pjesë jo politike e shoqërisë, e cila nuk ka interesa direkte në garë elektorale, ndajtë ju rreshtova pak më përpara. Pjesë e tyre shumë e rëndësishme janë stafet akademike, janë organizatat jo qeveritare që kanë objekt të punës tyre të drejtat e njeriut dhe administrimin, dhe shtuar dhe këtyre pasaja edhe përvojat që vinë dhe mendimet që mund të jepen nga të zgjedhur vendor aktual dhe ata që kanë qenë të zgjedhur vendor. Nuk ja u rendita kot ato pak më përpara, sepse e kisha shumë të qartë që mund të bëj kjo pyetje. Cila do të ndarja e cila do favorizojë më shumë njërin apo tjetrin kanal. Dhe nuk e dim, por dim të gjë që ne duam edhe njëherë duam të kemi një ndarje që të favorizojë më shumë dhe më mirë interesin e qytetarit. Dhe kjo bëhet me kontributin e të tërë. Zoti Kume, me sa duket Partia Demokratike ka rënë dakordsi për reforma territoriale, por edhe për reforma të tjera. A mund themi se nuk i ka bërë territoriale nuk ka rënë dakordsi, çdo më thënë, ka rënë dakordsi që të marrë pjesë. Patjetër, po shtën mos ta shpeshën të parasit. Pastaj dakordsia është produkti pra, për produktin akoma nuk kemi në dakordsi asnjëherë sa po përkundrazi, kemi deklaratat të cilat nuk konvergjojnë me njëra tjetrën. PS-ja me ato 3 variantet e veta, PD-ja me atë që ka deklaruar kryetari i opozitës para pak vite. Janë ndryshojnë nga njëra tjetra. Dhe unë ju thash nuk për problem se ato ndryshojnë, po përkundrazi. Se ndryshojnë, ja vlen që të diskutohet, të diskutohet dhe gjendet zgjidhja më e miramundshme. Dhe për të gjetur zgjidhja më e miramundshme është e pamundur të gjetë duke që këto të dyja me njëra tjetrën dhe vetëm, por duhet jenë gjithë të tjerë që ju thash. Po? Zoti Kume, thuhet se do të ndryshojë edhe diçka që disa aktor politik kanë kërkuar prej kohësh, përmend këtu ndryshimin e kushtetutës. Sa kujdes duhet në këtë pjesë? Ky është një problem tjetër shumë i madh, i cili natyrisht duhet të jetë objekt trajtimi dhe gjetje të zgjidhje më të mira se sa këto zgjidhje që ne kemi të fiksuar në kushtetutën e Republikës së vendit tonë. Unë kam theksuar nevojën e këtij e reformës kushtetuese në mënyrë të përsëritur dhe ka kohë që kam theksuar këtë gjë, dhe veçanërisht e kam ritheksuar pas zgjedhjeve të fundit për kuvendin e Shqipërisë, ku si kryefjalë e partisë e cila i fitoi këto zgjedhje pra mazhorancës aktuale Partisë Socialiste ka qenë integrimi në BE. E që ne të mund të integrohemi në BE. Nuk është e mjaftueshme, do thosha unë, vetëm plotësimi i grup kapitujve, siç është standard ai procesi parashikuar nga BE-ja për të gjithë ata që janë kandidatë për të antarësuar. Por shumë e rëndësishme është përgatitja tonë për të qenë të aftë dhe efektiv dhe përfitues në mënyrë më të mirë të mundshme
nga bashkëjetesa, pra nga antarësimi në be. Dhe para gjë që duhet bërë, është ne duhet të rregullojmë legjislacionin tonë kryesor, pra Kushtetutë të Republikës, e cila i ka shkëpyer këtij vendi për të gjithë të periudhë, gati 20 dhe ca vjeçare, nga 98 deri sot, është miratuar kjo kushtetutë, i ka shërbyer këtij vendi në kushte kur ky vend ka kaluar procese fenomenet dhe situata të mëdha të ndryshimit të sistemit para të asaj që është quajtur tranzicion. Futja në be do të thotë përfundimi i tranzicionit. Pra ne jemi në pragun e përfundimit të tranzicionit. Ndaj duhemi të përgatitur tashmë për të vetëqeverisur me rregulla të cilat nuk janë më të nevojshme për ju përgjigjur situatave që prodhon të tranzicioni, por janë të domosdoshme për të ndërtuar për të përgjigjur situatave që do të na prodhojë pas saja antarësimi në be. Kjo e kërkon patjetër që të ndërhyet në kushtetutë, ose ndërhyet në kushtetutë për të harnuar momentet të caktuara të saj, siç është numri i deputetëve, legislativi me dy dhoma apo jo, por të trajtohet në tërësinë e saj. Kushtetuta gjë që do të thotë nuk mund të bëhet. Dhe as nuk duhet lejohet që të bëhet vetëm me vullnetin e një pale. Qofse kjo palë e arrijë të realizojë këtë gjë edhe nëpërmjet një referendumi kushtetues. Për sa kohë që neve e kemi të skajshme ndarjen midis palëve, kemi një mazhorancë të theksuar gati, mazhorancë kushtetuese, pra do edhe 7-8 mandate deputetësh që parakarton deputetësh që të i bëj ndryshimet kushtetuese në aulën e kuvendit dhe pastaj i kalojnë në referendum kushtetues. Ne kemi nevojë që të bëjmë një rirregullim të kushtetutës, të ligjit themelor të vendit tonë, si rezultat i punës së të gjithë të mundshme, pjesë politike ose jo politike. Dhe jo vetëm brenda dhe kryesisht mureve të kuvendit të Shqipërisë. Jo komisioni për ndryshimin e kushtetutës, për hartimin e një kushtetutë të re, e cila dhe në pas të cilës do të qeverisë për 15 vjetë të ardhshëm, edhe si antar të BE-s, duhet me domosdoshmë të bëhet me një grup specialistësh dhe njerëzish që përfaqësojnë më të mirën e mundshme midis atyre institucioneve ose individëve që kanë shtjapin procesit të hartimit të amendimeve të kushtetutës së Republikës, dhe jo vetëm në aulën e parlamentit dhe nëpërmjet një komisioni parlamentar që mund të marrë detyrën e propozimit ose formulimit të draft ndryshimeve në kushtetutë të vendit. Unë e shoh të mundshme rrugën për të realizuar një ndryshim të kushtetues i cili i përgjigjet asaj që unë ka tash pak më përpara bile dhe në mënyrë të përsëritur. Në të kundërtën, edhe nëse veprohet ndryshe, do të thoshja se në fundit nuk do të kemi gjë tjetër veçse përsëritje asaj që ka ndodhur në 2008, ku u ndryshua kushtetuta në thelbin e saj, ndryshimet të cilët sollën pastaj në qeverisjen e vendit prishjen në shumë balancave dhe krimin e situatave vërtet në jo të dëshirueshme të cilat ne po i vuajmë edhe sot e kësaj dite si shoqëri, por kemi një proces kushtetues, kushtetues pra rregullues, i cili të ndryshoi totalisht nga ai i 2008-s. Kjo kërkon natyrisht në radhë të parë dhe mbi të gjitha, jo të marrë një vendim për të ngritur një komision, por të fillojmë diskutimin që sot për të identifikuar se cilat do të jenë problematikat kryesore që duhet të jenë objekt diskutimi për ndryshimet që duhen bërë në kushtetutë e vendit dhe pas kësaj të fillojmë dhe të ndërtojmë kapacitetet e nevojshme të cilat do të na sjellin propozimet, draftet në mënyra se si duhet të ndryshohen ato çështje, ato problematika për të cilat do të bien dakord që duhet të ndryhet në kushtetutë e vendit. Zoti Kume, duke qenë se ju i përmendët edhe vetë deputetët, së fundi flitet për një sër ndryshimesh apo për të kurrjen e numrit të deputetëve. Çfarë do të thotë kjo? Kjo do të thotë atë që unë sapo e thash, më lejon, po e prisë prap, nëse bëhet kështu dhe vetëm kështu,
kjo do të thotë që bëhet vetëm për interes të momentit dhe jo për interes të perspektivës. Perspektiva kërkon që të ndërhyet në kushtetut jo në 1 dhe në 2 momentet saja, por në të gjitha ato momentet të cilat kanë mirë funksionuar ose kanë funksionuar ashtu siç kanë mundur të funksionojnë në kushtet e një shoqërie që ka qenë në tranzicion, mirë ndërtohen rregulla të cilat të bëjnë të funksionojë në mënyrë sa më të mirë të mundshme dhe efektive një shoqëri e cila e ka përcjell tranzicionin. Në të tyre çështja mund të jetë edhe kjo, edhe problemi për shembull problemi i zgjedhjes së presidentit ose problemi i gjetjes së balancave midis më të mira midis kushteteve të ndryshme. Pra, shiko, kushtetuta është shumë komplekse dhe problemet ndërhyrjet në të duhet të bëhen me shumë kujdes dhe të zhvillohen si një proces kompleks dhe jo marrim një çështje dhe i japim një përgjigje. Kemi 140 deputet, përgjigjemi, i bëjmë 101 deputet. Jo, nuk ka pse të veprohet në të mënyrë. Ashtu sikurse dhe një herë theksoj. Nevoja për të ndryshuar kushtetutën e Republikës së Shqipërisë është imediate. Në kuptim të asaj që unë ka thash në mënyrë të përsëritur, sepse duam një kushtetutë e cila të funksionojë në një vend antar të BE-s. Pse opozita nuk është dakord me referendumin dhe çfarë do t'i sillte mazhorancës, por edhe qytetarëve, përmendoj edhe qytetarëve të realizimi një referendumi? Në fakt opozita nuk është shprehur kundër referendumit. Opozita është shprehur për hartimin e ligjit për referendumit vetëm si mundësi e drejtë që shko mirë mund të realizojë mazhoranca. Kujtoj që kryetari i opozitës shprehur që ne nuk mund të bëhemi fasad e asaj çka do të bëj mazhoranca. Gjë që do të thotë që ne kështu ne jemi të gatshëm që të bashkëveprojmë, të bashkëpunojmë për realizimin e një ligji për referendumet, por një ligj i cili të mos jetë vetëm dhe kryesisht ligj në të cilin të materializohen interesat e një partie në rast dhe interesat e mazhorancës, por mbi të gjitha të materializohen interesat e qytetarëve. Kështu që unë e quaj me vend fillimin e procesit për hartimin e ligjit të veçantë për referendumet në Republikën e Shqipërisë, sepse ne kemi të domosdoshme për ta bërë të gjë për sa kohë që referendumi është instrumenti kryesor, bazë, i cili përdoret për të ta bërë funksionale demokracinë e drejtë për drejtë. Dhe në këtë instrument, kështu siç e kemi ndërtuar rregullin për përdorimin e tij, duke filluar nga kushtetuta e vendit, në të cilë për shumë referendume vendore nuk trajtohen fare. Absolutisht asnjë gjë për referendumet vendore, përveç se në dispozitën që bëhet fjalë për pushtetin vendor duhet të qeverisët me organet të zgjedhur ose me referendume. Kaq. Në Kodin Zgjedhor të Republikës, në kapitulin 9 të këtij kodi, ku trajtohet problemet e referendumeve, janë zgjidhur në mënyrë të tillë që çdo gjë bëhet, vetëm një referendum nuk bëhet dot me nismën e qytetarëve, meqenëse se do zbatoheshin ato rregulla që janë fiksuara në Kodin Zgjedhor të Republikës së Shqipërisë. Ndaj është domosdoshme që të ndryshojmë këto rregulla për të bërë një ligj i cili është sa më shumë miqësor me nismat referendare, me nismat të cilat vinë nga qytetarët. Sepse mos harrojmë, nismat referendare nuk janë vetëm për qytetarët. Nismat për referendum mund t'i marrë Vendi i Shqipërisë, në rastin e referendumeve kushtetuese, mund t'i marrë Këshilli i Ministrave për të bërë referendum ose dhe Kuvendi për të bërë referendum konsultativ për një ligj ose për një vendim qeverie, mund t'i ndërmarrin të zgjedhjet vendor, këshillat bashkiake ose kryetarët e bashkive dhe bashkë me ta pastaj kanë styre janë dhe qytetarët në pushtetin pra komunitetet në pushtetin në bashki që mund të iniciojnë nisma referendare, ashtu sikurse qytetarët kanë të drejtën të iniciojnë nisma për referendum popullor, për referendum të përgjithshëm
për një ligj, ose për një pjesë ligji, ose për një çështje të veçantë. E këto janë ndërtuar rregullat në mënyrë të tillë që ti edhe kur do që ta nisësh një proces të tillë referendar sipas kërkesave të ligjit, ti pengoj që në moment të parë. Pra që në momentin kur trajtohet problemi se duhet apo s'duhet bëhet, është në përputhje me legjislacionin tonë, një kërkesa për të bërë një referendum të caktuar që aty mund të dështosh. Ose praktikat e drejtësora kanë treguar që në atë moment kanë dështuar qoftë kërkesat për referendume të përgjithshme, qoftë kërkesat për referendume lokale. Ndaj është domosdoshme që të ndërtohen këto rregulla, të cilat ndonjëherë të bëjnë të kenë si objektiv ndërtimin e një ligji autonom, dhe jo ashtu siç është për shembull drafti i publikuar nga mazhoranca, i cili është i ligji që në vetvete nuk është autonom, por varet nga Kodin Zjedhor i Republikës së Shqipërisë. Në shumë momente, jo në pak momente, në të draft ligj duhet. Kjo do të bëhet duke referuar dispozita përkatëse të Kodit Zjedhor. Për ilustrim për shumë me gjithë të tjerave, në draftin e shpërndar, duhet ndër të tjera që mund të votosh për referendum edhe nga shtëpia, pra atë që kjo të ja lëvizshme. Por pastaj kjo që mund të bëhet vetëm në qoftë se një gjë e tillë përcaktohet në Kodin Zjedhor, pra vetëm nëse Kodi Zjedhor futet parashikohet mundësia në dispozita të veçanta për votuar në shtëpi, pra me të të lëvizshme. Fakti që është i lidhur shumë ky draft me kërkesat për realizimin e tij në praktikë, pastaj me përcaktimet të Kodit Zjedhor, e bën që ngarkesat politike që ka dhe efektet e ndryrave politike pastaj në një proces referendar jenë sfidë me të cilat të përkaset çdo lloj nisme referendare e nisur nga qytetarët. Ne jemi për një ligj zgjedhor i cili vjet sa më miqësor me qytetarët dhe të jetë i ndërtuar për qytetarët, kryesisht sepse e drejta për kushtetuesen për të marrë pjesë në demokracinë, e drejtë për drejt, e realizuar nëpërmjet referendumit kushtetues, duhet të jetë i qartë, i plotë dhe e lehtë për të realizuar. Ne kemi hartuar një draft, kemi kërkuar që ta shpihem të draft në Kuvendin e Shqipërisë nëpërmjet një nisme ligjvënëse qytetare përpara 2 vjetëve, dështuam, nuk arritëm dot të merrim 20.000 firma mbështetëse, por bëm së bashku vetëm diku te 60.500 qytetarë që mbështetën të nisur, por pasoj nuk e çuam dot në Kuvendin e Shqipërisë, por e kemi të dashur dhe do ta shpihem në Kuvend për të qenë drafti që ne kemi hartuar si një produkt i cili krahas draftit të hartuar nga mazhoranca mund të jetë pjesë dhe objekt i trajtimit në atë që është deklaruar nga mazhoranca se do të bëhet konsultimi i gjerë publik për të arritur nisjen më të mirë të mundshme për një ligj të ardhshëm për referendumet në Republikën e Shqipërisë. Zoti Kume, a do të arrijë reforma zgjedhore dhe territoriale të përfundojë para zgjedhjeve vendore të vitit 2027? No. Patjetër që do të përfundojnë, për mua dhe nuk është ky problemi. Pra, sfida e madhe a do të përfundojnë apo nuk do të përfundojnë, por sfida e madhe është çfarë sjellin këto 2 reforma. Si këto 2 reforma do të arrijnë që të ndërtojnë rregulla të cilat ta bëjnë sa më mirë funksionale dhe efektive demokracinë përfaqësuese. Si do të bëjnë që qytetari me vullnetin e tij, me votin e tij, mund të ushtrojë atë cilësi kushtetuese shumë të rëndësishme që ka, është shkruar që në krye të Kushtetutës së Republikës tonë, është sovrani i vendit me sovranitetin, ai e materializon e shpreh nëpërmjet votës. Pra për mua nuk ka rëndësi a do të arrijë, por çfarë do të arrijë të 2 reforma për të bërë në funksion të kësaj që sapo thash. Zoti Kume, sa të favorizuara janë koalicionet parazgjedhore, duke qenë se duket se Partia Demokratike ka krijuar monopolin në frontin opozitar? Ky është një ndër problemet që tje partia atë më përmend nga zoti Ylik Bashi, si një nga çështjet shumë të rëndësishme që duhet trajtohet në kuadrin e reformës zgjedhore. Pra, rikrimi
tek koalicionet parazgjedhore, ku çdo subjekt, çdo parti politike antare një koalicioni të garojë me listën e saj të kandidatë. Gjë që u hoq nga kodi zgjedhor si mundësi pas ndryshimeve që u bën në Kushtetutën e Vendit të Korrekt të 2020-s, ndryshimet e cilat përcaktojnë që ka vetëm 2 subjekte që kanë të drejtë të paraqesin kandidat, dhe këta subjekte janë partitë politike dhe qytetarë. Në ndryshim nga ajo që ishte më përpara, e shkruajtur në Kushtetut në këtë dispozit, ku krahas këtyre 2 subjekt që paraqiste lista kandidatësh ishte edhe koalicioni. Ndërkohë heqja e kësaj, ndryshimi i kësaj dispozite kushtetuese bëri që për të reflektuar ose u reflektua në kodin zgjedhor të Republikës së Shqipërisë në korrik të 2020-s, me pamundësinë e hyrjes në garë zgjedhore me koalicione parazgjedhore. Po, u bëj një marifet për mua, ku të përprapë në kodin zgjedhor termin koalicion, por jo në këtë kuptim, në ashtu siç e kërkonte opozita dhe po e rikërkon tashmë opozita. Koalicion ku disa parti politike të regjistruara në Komisionin Qendror të Zgjedhjeve për të marrë pjesë në procesin zgjedhor, mund të bëhen bashkë të garojnë me një listë kandidatësh dhe me një sikël të përbashkët të tyre. Por për gjitha marrëdhëniet midis këtij grupimi dhe administratës zgjedhore i realizohen vetëm përmjet një partie që konsiderohet partia udhëheqëse e koalicionit. Gjë që bën që partitë pjesëtare të koalicionit të humbasin siklin. Ato hyjnë në garë pas siklit. Këtë kërkon partia ose rikërkon Partia Demokratike nëpërmjet zotit Bert që të rivendoset një gjë e tillë. Gjë që për mua është pothuajse afër zerës, pranuar nga Partia Socialiste, nga mazhoranca. Megjithatë, për mua ka një rrugë e cila s'ka pse mos përdoret dhe nuk e kuptoj pse nuk e përdor opozita për të kapërcyer këtë efekt të ndjeshëm negativ që i sjell fakti që hyn në garë pa koalicione parazgjedhore, në kuptimin që pa mundësinë që çdo parti e koalicionit të garojë me siklin e vet. Ndryshimet që u bën në Kushtetut në 2020, midis të tjerave, futën edhe konceptin ose mundësinë, parashikuan mundësinë për të votuar me listë parapërgjyse. Një për hapjen e listave të kandidatë. Një dhe dyta, kjo është shumë e rëndësishme, u hoq nga Kushtetuta dispozita e cila detyronte kodin zgjedhor që ta ndante vendin për efekt të zgjedhjeve për kuvendin e Shqipërisë në njësi zgjedhore duke refluar tarës territoriale administrative të vendit. Dhe që, siç dihet në kodin zgjedhor, u përcaktuan 12 njësi zgjedhore sipas 12 qaqeve. Kjo është hequr nga Kushtetuta. Dhe tashmë në kodin zgjedhor mund të vendoset një dispozit e cila të përcaktojë se në sa njësi zgjedhore do ndahet Republika e Shqipërisë për efekt të zgjedhjeve parlamentare. Unë kam propozuar, ne kemi propozuar që të ndahet në 4 njësi zgjedhore. Në qoftë se ndahet në 4 njësi zgjedhore Republika, dhe në qoftë se kanë në to votohet me lista 100% hapura, dhe duke qenë se në listat e kandidatëve subjekti që garon në koalicion vendos në listë emrin e kandidatit të tij dhe krahas emrit vendoset edhe emri i subjektit përkatës, atëherë mundësit janë të mëdha që ti të fitosh mandat, pra kandidatit tënd të marrë mandat si rezultati i votave parapërgjyse që ai do të fitojë, dhe që do të jenë votat parapërgjyse që do të votojnë ata zgjedhës të cilët mbështesin subjektin politik përkatës, partin politike përkatës. Pra në qoftë se unë jam Hasan Hyseni, kandidat i partisë A, të gjithë mbështetësit e kësaj partie do të votojnë emrin tim dhe duke votat parapërgjyse që do të marrun do të jenë pastaj të mundshme, në qoftë se që unë do marr mandatin. Dhe në qoftë se do të ishin secili nga partitë siç ishte përpara,
secili do ishte me listë tim vete, nuk do bënte gjë tjetër përveç se partia e vogël do ishte detyruar që në vend të një emri të një kandidati, në vend të dy kandidatëve që mund të ketë në listën shumë emërore të koalicionit, që është një listë vetme, duhet të hartojë një listë tërë me të gjithë me emra aq sa janë kandidatët. Pra, në Tiranë me 36 emra, ku një tretë grua kështu me radhë, është një proces për zgjedhje e kandidatësh goxha i vështirë dhe mundësitë për të zgjedhur një kandidat me potenciale shumë të mira janë shumë më të mëdha kur zgjedh një ose dy, sesa kur zgjedh 36, që qartë kjo punë. Pra, ndarja e Shqipërisë në 4 njësi zgjedhore, votimi me lista 100% të hapura, bën të mundshme që efektet negative të përjashtimit të mundësisë për të garuar me koalicione parazgjedhore, kur çdo subjekt garon në siglën e tij, pjesë e koalicionit garon në siglën e tij, pothuajse shkon në zero efekt. Nuk kuptoj, e kam thënë në mënyrë të përsëritur, nuk di pse nuk e dëgjojnë. Partitë e opozitës pse nuk e dëgjon Partia Demokratike, ajo është që vendos në fundit për atë se çfarë ndryshime duhet bëjnë në kodin zgjedhor.